Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ftesën e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për të përfaqësuar Shqipërinë në bordin e paqes, kryeministri Edi Rama komenton se një ftesë përtej protokolleve zyrtare dhe me një domethënie shumë të fortë politike por dhe historike. Ftesa u mirëprit, u pranua, u ratifikua dhe në formën e një projekt marrëveshje, projekt ligji në Kuvendin e Shqipërisë, dhe Shqipëria si një shtet që ka zgjedhur paqen si busullën e vet të përhershme dhe që ka ditur të kontribuojë në tryeza të rëndësishme ndërkombëtare, e pranoi me një po të fortë, edhe me votat e atyre që deri në momentin që votuan nuk lanë gjë pa thënë, po përkatësinë në këtë bord. Në podcastin e tij flasim kreu ekzekutivit përkujtoi dhe masakrën e 21 janarit të vitit 2011, ku i bëri thirrje prokurorisë posaçme që të kryej me rigorozitet dhe në mënyrë shtruese punën hetimore, me qëllim vënien e përgjegjësve të masakrës para drejtësisë penale. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. 26 janari është njoftuar si dita e nisjes protestës në Maqedoninë e Veriut, Maltëzi, Kosovë dhe Serbi. Bllokohet qarkullimi i mjeteve të tonazhit të rënd në pikat kufitare. Të bllokuara janë vetkalimet kufitare Bllad, Banj, Qaftan, Kasan dhe Goric Stenje. Është ndaluar hyrje e mjeteve të transportit të madrave nga mesnata e SHN-s, ndërsa në mesditë bllokohet dhe dalja. Bllokimi përjashton automjetet e transportit të baktive dhe barnave. Protesta në Maqedoninë e Veriut është planifikuar të zgjasë rreth 7 ditë. Autoritetet malazeze kanë njoftuar se shoqata e kamionistëve nis protestin në orën 11:30, do të zgjasë rreth 48 orë. Vendalimet kufitare me malin e zi janë në Muriqan, Sukobin, Hani Hotit, Bozhaj, Grabon, Podgoric dhe Vermosh, Guci. Në pikat kufitare me malin e zi dhe Maqedoninë e Veriut do të lejohen të kalojnë automjetet e vogla të emergjencës dhe të transportit pasagjerëve. Autoritetet kanë bërë thirrje për subjektet e transportit dhe për qytetarët që të informohen dhe të marrin masat e nevojshme për të shmangur vonesat dhe problematikat gjatë kësaj periudhe. Ndërpritet dhe lëvizja e kamionëve në pikat kufitare mes Kosovës dhe Serbisë. Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar njoftoi se duke filluar nga kjo e hënë orën 12 do të ketë ndërprerje të qarkullimit të kamionëve në të gjithë pikat e kalimit kufitar mes dy vendeve. Në këtë kuadër protesta janë paralajmëruar të zhvillohen në territorin e Serbisë dhe pritet të zgjasin deri në 7 ditë. Transportuesit e kamionëve nga Serbia, Bosnjë dhe Hercegovina, Mali, Zi dhe Maqedonia kanë paralajmëruar protesta të përbashkëta duke parkuar mjetet e tyre në pikat kufitare si reagim ndaj sistemit të ri të hyrjes daljeve në Bashkimin Evropian. Ata shprehin pak kënaqësi për shkak të kufizimit të ditëve të qëndrimit të shoferëve, që sipas tyre po dëmton rënd sektorin e transportit. Bota. Një stuje e rrezikshme dimërore ka përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka shkaktuar të paktën 11 viktima. Mediat amerikane bëjnë të ditur se i ftohti vdekje prurës do të vazhdojë gjatë gjithë javës. Sipas shërbimit kombëtar të motit, shkollat dhe rrugët në të gjithë vendet janë mbyllur dhe fluturimet janë anulluar. Mbi 17.000 fluturime janë anulluar gjithsej gjatë kësaj stuhie. Shkollat në qytetet kryesore kanë anulluar mësimet ose kanë kaluar në mësim në distancë për të hënën. 15 shtete përballen me një shtresë dëbore që arrin më shumë se 30 cm. Gati 90 milion njerëz janë në mbrojtime ose paralajmërime për të ftohtin ekstrem. Kushtet e rënduara prekin nga Teksasi në Anglinë e Re. Ajri arktik që vjen pas kësaj stuhie dimërore mund të rëndojë situatën. Franca pritet të ndërmarrë masa të reja për kufizimin e përdorimit të teknologjisë nga fëmijët dhe adoleshentët. Presidenti francez Emmanuel Macron deklaroi se nga fillimi i vitit të ardhshëm do të ndalohet përdorimi i telefonave celular në shkolla, si dhe aksesimi i rrjeteve sociale për fëmijët nën moshën 15 vjeç. Truri i fëmijëve dhe adoleshentëve tanë nuk është përshitje. Emocionet e tyre nuk janë përshitje dhe nuk mund të manipulohen qoftë nga platformat amerikane apo nga algoritmet kineze, u shpreh Macron. Autoritetet franceze theksojnë se qëllimi i këtyre masave është mbrojtja e shëndetit mendor të fëmijëve, rritja e përqendrimit në shkolla dhe kufizimi i ndikimit të algoritmeve digjitale në moshë të hershme. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.